SPA ka thedhuar hetimet për një nga dosjet më të mëdha që lidhet me tenderat dhe kontratat publike në fushën e teknologjisë, duke sekuestruar pasuri me vlerë rreth 40 milionë euro, përfshirë prona dhe llogari bankare të lidhura me disa persona të dyshuar. Hetimi lidhet me aktivitetin e Akshit dhe kontrata të dyshuara të favorizuara gjatë viteve të fundit, lidhur me të ardhurat e palishme të përfituara në formë korruptive nga hetuara Mirlinda Karçanaj. Ekzistojnë dyshime të bazuara në prova të cilat analizuara në harmoni me njëra tjetrën bëjnë të besohet fakti se ajo vlerën prej 200.000 euro në mënyrë indirekte e ka marrë nga shtetësia Ariola Koromani nëpërmjet shtetasit Daniel Shima. Në disa raste ka marrë kuti vere të mbushura me kartë monedha euro të prerjeve 100, 200 dhe 500, si dhe ka përfituar nga persona të tjerë lidhur me shtetasin Ermal Beqiri dhe Ergys Agaçi, ku përmendim blerjen e 3 pasurive të paluajtshme, 2 në Tiranë, 2 në Qerret, thuhet në dosjen e SPAK. Një e dhënë interesante është një faturë e gjetur në një nga vilat që SPAK i sekuestroi Agaçit për vlerën marramëndse të pijeve alkolike që ai kishte në pronësi. Gjatë kontrollit të ushtruar në ambientet e Equos Resort u konstatuan disa arka druri brenda të cilave ndodheshin disa shishe verë dhe shampanjë, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Arsyetohet se vlera e këtyre pijeve alkolike arrinte deri në afërsisht 950.000 euro, theksohet në dosjen e SPAK. Në kuadër të operacionit, SPAK ka sekuestruar edhe pasuri luksoze, përfshirë një sasi të madhe pijesh alkolike me vlerë të lartë të gjetura në ambientet e resortit. Sipas prokurisë, në total janë evidentuar 52 pasuri të sekuestruara ose të evidentuara në ndalimet transaksioni, ku 27 i atribuohen Ergys Agaçit, 5 Ermal Beqirit dhe 4 Mirlinda Karçanaj, ndërsa pjesa tjetër lidhet me pasuri bankare dhe struktura të tjera financiare. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrjetet e dyshuara të përfitimit dhe kontratave publike.